Dua të ndroj pak diskutimin, kalojmë tek aksioni I opozitës. Është folur për ngritjen e një stende para kryeministrisë, ndërkohë ka patur edhe lajme për bojkot të institucioneve të kuvendit. Çfarë po ndodh? Pra, na qartësoni pak, se kam parë disa lajme në media. Cila është e vërteta? Pra, si duhet aksioni politik? Në kushtet kur opozita është sulmuar në funksionin dhe rolin e saj në parlament, prej kaq seancash, patjetër që duhet një zgjidhje komunikuese, sepse tek e fundit parlamenti është vendi ku bëhet betejë dhe ku opozita kontrollon ekzekutivin nëpërmjet hapësirave që I le kushtetuta dhe rregulloria. Këto janë ndërprerë tashmë, ju e dini, e keni parë atë teatrin e shpifur, që emocionet e maxhorancës kanë përcaktuar kozjatin e parlamentit, qëllimet në fakt politike të interpretuara si emocione. Dhe në këto kushte, Partisë Demokratike I duhet ajo dritare komunikuese me qytetarin, ajo gjua parlamentare, sikurse I duhet dhe inicimi një aksioni fort politik jashtë parlamentit. Nuk ka bojkot arbër, t'jenë të bindur ata që kanë përhapur këtë lajm të gabuar, ka marrëdhënie në momentet caktuara të kushtëzuara me institucionet parlamentit, siç ka ndodhur sot për shembull, se nuk mund të quhet bojkot. Ne do vazhdojmë të jemi në parlament, të shfrytëzojmë çdo hapësirë të vogël të lënë në fakt edhe në komisionet parlamentare dhe në seancën e parlamentit, por njëkohësisht ta kompensojmë këtë mos komunikim ose komunikim të penguar në pjesën e ngritjes së një platforme komunikuese pranë kryeministrisë, që tash është njëkohësisht edhe një thirrje për grumbullim, një thirrje për të iniciuar edhe protestat në vazhdim që do finalizohen me protestat të mëdha kombëtare, sepse kërkesa është shumë e qartë, nuk është një shkrepje politike kjo në mendjen e opozitës, u kujtua opozita, por janë situatat politike që e kanë çuar situatën këtu. Është përshfaqur ai korrupsioni që gjithë e dinë në mënyrë kapilare në zbulimin e skandaleve siç është tuneli Llogaras, ku implikimi I kryeministrit është fare I qartë. Kemi një goditje fatale që I jepet shoqërisë shqiptare tashmë, jo thjesht me ekonominë e saj, jo thjesht me sistemin demokratik, jo thjesht me votën. Këta kanë hyrë brenda shtëpisë, I kanë shqyer portën familjes shqiptare, kanë hyrë brenda nesh, kanë hyrë tek fëmijët tanë, tek prindërit tanë dhe kërkojnë, do të thënë, të çmontojnë atë që është nukli tradicional I familjes dhe I kombit. Kur them tradicional, jo në kuptimin e diçkaje që vjen si e vjetër, e diçkaje që është bazament I konstitucionit shpirtëror, bazament I gjithë rrugtimit ton historik si kombi kontributeve tona dhe pse jo bazament I gjithçkaje që ne ndërtojmë motivacion për të ndërtuar diçka një tartme për fëmijët tanë,